ky mentalitet është krijuar Durraj në fakt kur e mendon e frikshme. Më thënë, janë ca sasi parash të mëdhaja aty përballë këtyre zyrtarëve dhe askujt nuk i trembet syri që ti marrë ato se pak burgësht. E di si kanë dalë Monardi, ke parë? Ja, jo si kanë parë. Se unë nga që e njoh çikat para burgimin e Durrësit, se edhe jetoj në Durrës, edhe shumë nga këta zyrtarët që kanë qenë të dënuar nuk janë shumë familjarët aty. Për 2-3 vite si kanë parë më. Është ke shumë e drejtë kjo që thua. Po patjetër. Te kjo histori është mentalitet që duhet ta vrasim. Ta vrasim të mentalitet. Patjetër që duhet të vrarë, sepse po na ikin gjithë. Pra shumë të rinj po largohen çdo muaj, çdo vit nga ky vend. Pra këtu tani po ngjilen vetëm zyrtarët, pensionistët, ata administratës, edhe ne që jemi profesionin që janë shumë ata administratës. Kështu që patjetër që duhet që të ndryshojë ky mentalitet edhe në rastin e aeroportit të Vlorës, duhet të shkojë vetëm me hetimin e atyre që i kanë bërë pra në punësve të cilët kanë marrë pjesë në grupin vlerësimin e ofertës apo me shpalljen e fituesit. Duhet parë më lart, prokuroria e posaçme i ka edhe ato intervista, mjafton që ato të marrë të analizoj takimet që ka bërë zoti Pacolli me zotin Rama. Pra ishte në çdo situatë ne kemi parë si miq të cilët komunikonin. Patjetër, do ta kuptojnë që askush nuk është kundër investitorëve, sepse realisht investitorët mund ta transformojnë një zonë dhe t'i japin zhvillim, do ta pranojmë se i janë kapacitete financiare të atyre që transformojnë një zonë. Por, këtu lind ka një por, që a do ta merrte ky apo mund të ishte një kompani tjetër, mund të ishte një kompani franceze shumë e mirë, një kompani amerikane. Ne kemi shumë kompani shqiptare të cilat kanë falimentuar vetëm prej në saj të kësaj pune të pisët që zhvillohen. Shkelen barazis to, që nuk marrin dot tendra. Nga viti 2013 ne kemi kompani të cilat janë zhdukur, ato mund të kenë qenë që në fillim të viteve 90, që bën një punë cilësore, por vetëm se nuk janë përshtatur me këtë sistem të pa barabartë, një sistem i cili nuk inkurajon konkurrencën dhe produkte cilësore që duhet bëjnë to kompani, kemi kompani që po na i bëjnë rrugët të pa kalueshme. Pra kemi rastin e rrugës Pogradec që u inaugurua së fundmi dhe pas 3 javësh. Pas 3 javësh ajo u rrëzuar. Pra kemi një sër rrugësh të cilat nuk janë bërë në cilësinë e dur dhe kjo vjen për shkak të këtij klientelizmi, mënyrës se si jepen këto tendera, të cilat paracaktohen, çmime të cilat janë në raport me çmime që duhet paguaj një shtet në një vend tjetër të Ballkanit, të rajonit apo të Evropës, ne kemi çmimet më të larta, pra kemi 10 fishin e pagesës që paguajmë për të ndërtuar një kilometër rrugë. Edhe shumë punë të tjera publike, të cilat nuk janë eficiente dhe i sillin një dëm të konsiderueshëm buxhetit shtetit. Po këto nuk vijnë vetëm për shkak të mos organizimit barabartë të tenderave nga këta zyrtar, po vjen të një mendësie të kësaj qeverisje për mënyrën se si organizohen këto tenderime, mënyrën se si urdhërojnë këto tenderime dhe mënyrën se si ende vazhdohet me këtë mentalitet. Edhe pse kemi zyrtarë që janë dënuar nga prokuroria nga gjykata, por janë hetuar nga prokuroria e posaçme dhe që ka kaluar vetëm në këtë nivel, nuk shkon më lart, nuk shkon as te sekretari i përgjithshëm, nuk shkon as te ministri. Pra ministri mund të shkojë vetëm pa barazi në tendera, ndërkohë që aty ka fakte të pa komprometueshme që do të thotë mesazhe, thotë kryeministri, po këtu për një mesazh janë dënuar qytetarë vetëm thjesht pse kanë komunikuar, e kanë ngrënë për moskallëzim krimi, minimalja, ose në bashkëpunim kur kemi trafik të lëndë, prodhimi dhe shitje të lëndë narkotike, vetëm tip se ka folur në telefon me një shok ti se di me çfarë merret ai, e ka futur prokuroria në bashkëpunim ose grup të strukturuar, ndërkohë që këtu ende vazhdon sepse faktikisht unë mendoja që këto hetime do sillnin një lloj stopimi ose vetë administratës. Ta uli pak. Ta uli, po këta po vazhdojnë akoma më shumë. Domani thanë kuvend është goditur korrupsioni, tha po shoh një rritje të shkeljes barazisë të tender, pra është disproporcion. Këte ato goditen futet ca në burg, këte rritet. Pra këto janë ato probleme që të cilat ne na shqetësojnë si qytetar. Pra kemi një lloj pabarazie edhe në hetimin e prokurorisë posaçme,
por natyrisht edhe gjykata, pse nuk është me ndryshime ligjore, gjykata ka një rol paraprake, ka një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën se si përcaktohen detyrat e organit të akuzës, pra nuk është ajo akuza që përcakton prokurori, nuk është akuzë përfundimtare, por është gjykata paraprake e cila vendos edhe kualifikimin e veprës penale. Dhe këto janë shumë shqetësuese për buxhetin e shtetit dhe për ne si shoqëri. Duraj, shumë faleminderit, tha një gjë të bukur, Duraj, që kemi pabarazinë të ndrenart, po kemi edhe pabarazinë hetime. Është e bukur. Mendon se do të jetë një tjetër bombë për qeverinë shqiptare, siç mund të jetë për shembull kjo goditje që morëm nga porti i Porto Romanos, aeroporti i Vlorës. Mendon se spaku në një moment mund të shkundi mirë me aeroportin e Vlorës, për që dhe portin e Porto Romanos, i shikon kështu në të lloj forme? Spaku të shkundi një spakun, shkundi një veten, pastaj inshallah po ngeli gjë për të shkundu nga këta kategoria e 3, e 4 e nënpunësve në rregull. Sepse Belinda Ballukun e ka akoma jashtë. Si ja dha kuvendi? Po shkove me shkelje barazisë në tendera, s'ta jep kuvendi. Po të shkosh me një akuzë korrupsion, fshehje pasurie, grup të strukturuar kriminal, nuk ka çfarë bën kuvendi. Po i shkove me shkelje barazisë në tendera, atëherë thjesht po tallesh. Okej. Më bën sens më kjo. Vazhdo argumentimin. Ja, kjo është pra. Dhe tani, nëse do donte spaku ta bënte këtë gjë, mund të jetë një bombë e vërtet aty, meqense flasim për shifra të mëdha takte pyetën ndryshe. Nëse do donte. Arsyetimi jote është kështu. Nëse Dajo tha ose Halla, ecim. Tani unë po të them ty në rast konkret, te aeroporti i Vlorës për cilin ti po thua, që në nisje thej që janë vënë masa sigurimi 3 persona, the kështu. Po, janë komunikuar akuzat. Po, okay. Komunikuar akuzat ndoshta mund të kenë thënë masa sigurimi, por nuk e di, mund të kenë detyrim paraqitjes mas sigurimi. Po paktën si ka, po janë të nënpunës funditës. Po. Nënpunës. Nënpunës, po ata Po ti mendon domethënë që këta nënpunësit e bën. Nuk e bëri drejtori i lartë, apo ministri, apo kryeministri. Mua spaku duhet më thot kush janë ata të cilët kanë dhënë urdhrin, jo sikariot. Duhet të kapi Totorinën dhe Bernardo Provencanën, jo ata që shkonin e bënin vrasjen. Kjo e njëjta histori është. Ta vazhdojnë akoma merre me nënpunësit, të cilët po më kanë faj, sigurisht që kanë faj, edhe duhet të përgjigjen. Por ti nuk mund të tallesh me njerëzit duke thënë shkelje barazisë në tendera. Sepse më kujtohet bukur domethënë këto lulkuqet e Bashkisë Tiranë që u kapën në rastin e 5D-s. Po. Njëra bëri detyrim paraqitje, një titra s'bëri fare, këto 3-4 drejtoresha. Jo vetëm që kanë dalë, po sepse këta janë të parturshëm, aty ku nuk mban më mo. Po ti shikosh Instagramet e tyre dhe Facebookrat të tregojnë domethënë që sa e hoqin hallin, se s'bën ato as edhe një gjë. Fare zero nga spaku, edhe sa i shikon sa në Maldive, sa në Tora Bora. Ato s'do dënimi, Narda, po s'ka vendim. Jo, morën dënim ato nga spaku, nga GKK-ja. Morën dënim. Pranuan akuzën me 1/3, 8 muaj burg, me shërbim prove, bla bla bla, historia të këtij tipi. Se sa e ka i dënuan në Maldive. Po, i dënuan në Maldive, këtë desha me thonë. I dënuan të gjithë në Maldive. Këtu do kalojnë, edhe këta të 3. Dhe këta të 3 dhe shumë të 3 të tjerë, të cilët spaku shkon dhe u ngre akuzë, shkelje barazisë në tendera, këtu do shkojnë ose trinder, ose shpërdorim detyre. Këtu do shkojnë. Pse? Sepse këto janë akuza qesharake që si vepra penale të referuara nga kodijon penal. Modestisht, po ka një grup të madh në avokatës, të cilët kemi vite që themi domethënë, nëse duhet të ndryshohet kodi penal, duhet të ndryshohet thelbësisht tek nenet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Dhe këta kur e ndryshuan vit kodin penal, po shqyqy zotit nuk u miratua fare, e ulën veprën penale për korrupsionin, ta ngrinin. Pra në qoftë se shkelje barazisë në tendera është maksimalisht 5 vite, që do të thotë teorikisht nuk bën as i ditë burg, sepse ne kemi me kod procedure penale që në qoftë se një vepër penale dënohet dhe është vepër e parë penale, pra nuk je dënuar më përpara, ti ke të drejtë të marrësh një dënim alternativ që është shërbim prove, bla bla bla, historia të këtij tipi. Pra nuk shko fare në burg. E thënë teorike. Balluku me këtë vepër ta harrojmë. Po mos u bëj qesharak tani e burr tani. Është të tallesh mo tani. Është të tallesh kuptimin plot fjalës. Zero mo.
është tale e mërë, burë për lejë tani, mos na bëni një histori këtu se më gzejmë kot pastaj. Po ta jep të e burku vendin qofse është kështu, ta jep të mos e s'bën burë. Jo, më shumë e ka bërë. Mos e jep bikët. Jo, më e ka bërë shumë që se kanë ti të vjen aty të të sjellësh 16000 faqe edhe për shkelje barazisë tendera? 16000 faqe për shkelje barazisë në tendera? Atëherë o je I paaft, o po fshesh diçka. S'ka mënyrë tjetër. Të kanë gjë që më bëhet kjo fshehjes? Po pse çaj diti këta të spaku të burr? O kam më shpjego se oli ç'a di unë, po ç'a din qytetarët. Aha, mirë, në rregull tani. Se tani do dalë domethënë sikur vetëm unë jam kontrapedali këtyre të spaku. Do t'ja shihofin krismën. Okej. Okej. Tani po vazhdojmë me këtë historinë. Ato që kemi kërkuar është, nëse kjo vepër penale, shkelje barazisë në tendë, e cila ka një konsum shumë të madh, sepse duhet të kuptosh Andi. Ti bën një shkelje barazisë në tendë për një tendë që është 10 milion lekë të vjetra. Unë bëj një shkelje barazisë në tendë për një tendë që bën 100 milion euro. Një lloj dënohesh ti, një lloj dënohem unë. Po prit se unë dëmin ekonomik e kam mirafish më madh. Mirafish po. Okej? Pra një lloj dënohesh ti, shkelje barazisë tendra ti, shkelje barazisë tendra unë. Duhet të ketë rikualifikim të kësaj vepre. Me pakta ose duhet të jetë dy fishimi veprës penale, që cili do nga këta që merret me tendra të kuptojë rëndësinë e punës që bën, rëndësinë e firmës që hedh dhe pastaj nëse bën gabim, të shkojnë në burg o zotëri nderuar. Apo korrupsioni? Po dha korrupsioni problemi është sepse për shkakun kujtohet është Zerka ishte I rrugores, drejtori I rrugores Tiranës, për 2 milion lekë të vjetra nga 500 se u takon atyre është për korrupsion. Tash ti po dhe për 5 milion euro besoj të njëjtën sasi burgu bën ose për korrupsion. Këta po flasin pra, për të njëjtën gjë, pra nuk ka për një përshkallëzim të veprës. Si me 2 cigare, si me 10 kg. Po pra, kjo është historia. Dhe këtu tek aeroporti I Vlorës, si po them, sepse po I bien gjatë shumë kësaj historie, dhe te aeroporti I Vlorës, e para një kjo është një histori domethënë që nuk mbaron një, sepse kjo vazhdoi, shkoi në gjykatën e apelit, nga gjykata e apelit u muni vendim prapë në gjykatën e shkallës parë për sigurim pa dije të kësaja. Pra një herë hedh Pacolli, një herë hedh Valona Demi. Tani së fundi ka marrë një Pacolli nga gjykata e shkallës parë, I cila teorikisht nuk e di se si e ka ndodhur aty, po teorikisht ka hedhur vendimin në gjykatës së apelit. Se si e ka hedhur nuk e di tani. Se këtu ka dhe shpikje juridike nga ana e gjykatave, mos u çudit, domethënë. Pra le të themi njëra kompani bllokon kompaninë tjetër për vendimet e asamblesë që marrin që këto duhet të marrin me midis njëra tjetrës. Yda këtu është larguar me kokë. E shpjeguam po. Spaku tani për mendimin tim, ajo që më bën çudi është pse nuk heton ministrin Zonjin Balluku në raport me këtë çështje. Ne nuk e dim a ka apo se ka në tim, këtë nuk e dim pra. Okej. Këtë nuk e dim nëse mund të jetë marrë le të themi personin e tim për këtë. Nuk e kemi si informacion. Okej, këtë se dim. Jo, realisht nuk e dim. As kryeministri, Por teorikisht atë po flas. Pacolli është thirrur. Teorikisht atë është po them, domethënë që nuk mund të jenë shkaktar këta të tre që dhanë firmat për një vepër kaq të madhe për të cilën dhe një po them vetë ministra e linjës e ka firmosur ndryshimin e aksioneve për pa përfunduar vepra, pa që këtu ke shkelje, që këtu ke vepër penale, se ta shpjegova, nuk mund të kalonin 40% që aksioneve nga Yda te Pacolli, pa u mbaruar vepra. Dhe për këtë gjë, ky kalim nga Yda te Pacolli duhet të merrte me patjetër miratimin e ministres. Dhe në rastin konkret e ka marrë. Okej. Mirë, duhet një histori e cila do vazhdoj hetimi për të qenë korrekt dhe edhe të sinqert sigurisht informacionet që japim me audiencën. Komunikimi I akuzës është bërë, le të themi, vetëm për 3 antarët, cilët kanë bërë këtë vlerësimin e ofertës më të mirë në këtë garën, kush do ta merrte ndërtimin e aeroportit të Rinasit, që e mori, le të themi, ky konsorcium, ky bashkim I disa kompanive, Pacolli, Valona Demi dhe Yda. Me I atë duhet parë se kush janë personat e tjerë të cilët janë në hetim, sepse është një histori e gjatë.